Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike për mandatin e Vullnet Sinajt që të detyrojë Kuvendin që ta dorëzojë për shqyrtim. Kujtojmë se 14 deputet nga grupi Partisë Demokratike depozituan në kushtetuese kërkesën ku kërkojnë zgjidhjen e konfliktit të kompetencave ndërmjet Kuvendit dhe subjektit kushtetues në konflikt. Kërkesat e Partisë Demokratike drejtuar gjykatës kushtetuese, zgjidhja e konfliktit të kompetencave nëpërmjet Kuvendit të Shqipërisë dhe të subjektit kushtetues në konflikt, jo më pak se 1/10 e deputetëve. Deklarimi si të papajtueshëm e Kushtetut në Republikën e Shqipërisë të vendimit nr. 5, datë 30/1/2025, për mosdërgimin e mocionit në gjykatën kushtetuese për konstatimin e papajtueshmërisë së mandatit të deputetit Vullnet Sinaj. Në përfundim të seancës, kushtetuesja vendosi rrëzimin e kërkesës. Pas publikimit të vendimit ka reaguar deputeti i Vlorës Vullnet Sinaj, përshëndes vendimin e gjykatës kushtetuese e cila rrëzoi kërkesën absurde të 14 deputetëve të Partisë Demokratike të drejtuar nga humbësi serial Gazmend Bardhi, thotë deputeti Sinaj, për heqjen e mandatit tim të deputetit. Duke treguar integritet dhe duke mos rënë prej presioneve dhe populizmit politik, gjykata legjitimoi vendimin e Kuvendit datës 30 janar 2025, i cili argumentoi se nuk ka asnjë konflikt interesi apo papajtueshmëri me mandatin tim të deputetit. Siç e kam thënë edhe më herët, nuk kam përfituar kur asnjë qindark nga buxheti i shtetit, përkundrazi jam kujdesur që të heq dorë nga administrimi i bizneseve të mia, që para se të merrja vendimin e deputetit për herë të parë në vitin 2017. Vendimin e gjykatës kushtetuese uroi ta shohë ta respektojë edhe humbësi serial Gazmend Bardhi dhe babai i tij politik, humbësi kronik në krye të Partisë Demokratike. Mandati im i deputetit është mandati i popullit, siç i pata premtuar të Ziut Bardhi, edhe nëse kisha ndërmend diçka tjetër, betejë e tij e ulët politike më nxit hy sërish në garë, ndaj në shtator do të më ketë sërish përballë në Kuvend, përfundon deputeti Sinaj.